Radio Kosova, Radio Shkupi, Radio Malizi, Pak Kufi. Prishtina beson në drejtsinë e Programi i përbashkët me zhvillimet që të kalojnë kufin shtetëror. Pak Kufi. Të nderuar dëgjues të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit e të Radios Malizi, kudo që po na dëgjoni përmes frekuencave të 4 radiove tona publike apo edhe përmes platformave të ndryshme në internet, mirë se erdhët në emisionin Pak Kufi. Do të ndjekim dhe do zhvillojmë bashkë sot një temë si zakonisht me interes të përbashkët, sikur e kemi zakon edhe sikur e kemi skenar të këtij emisioni ton të përbashkët të 4 radiove publike që dëgjohet në 4 shtete të rajonit. Sot kemi zgjedhur të flasim për të drejtat e njerëzit. Kjo në vigjilje të 10 dhjetori që ishte dje të deklaratas universale për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në botë. Pra po flasim për një temë që prek secilin prej nesh të drejtat tona, a respektohen ato në vendet tona, kur dhe në cilat raste më shumë shkelen nga institucionet, kush janë qytetarët më të pambrojtur e shumë pyetje të tjera që do të shtrojmë për të ftuarit ton në 4 studiot tona. Unë jam Mirvete Uka, ju flas nga studia Radio Kosovës, ndërsa për të folur në këtë temë kam ftuar zëvendës avokat e popullit, zotin Basri Kastrati. Zoti Kastrati, faleminderit shumë që ju përgjigje ftesës sonë dhe mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Faleminderit edhe një herë. Do të lidhemi me Radio Tiranën, atje kolegu im Jaho Margjeka ka të ftuar analistin Ben Andoni. Jaho, më dëgjon? Përshëndetje Mirvete, përshëndetje për të ftuarin tuaj, për të gjithë dëgjuesit kudo që janë duke na ndjekur, për kolegët në Radio Shkup, Radio Malizi. Si që thatë edhe ju, unë jam në studio me Ben Andonin, një analist i mirë njohur. Faleminderit Ben shumë për kontributin sot në Pak Kufi. Përshëndetje dhe është kënaqësi. Faleminderit. Po mirë. Faleminderit Jaho, faleminderit zoti Andoni. Do lidhemi me Shkupin tani. Kolegu Mehmet Yusufi ka ftuar zëvendës avokatin e popullit, zotin Ylber Rufatin. Përshëndetje Mirvete, përshëndetje të gjithë dëgjuesit që janë duke na ndjekur momentalisht gjithkund në botë. Përshëndesim studion në Malinezi, Shqipëri, Ben Andonin, kolegun Jaho. Siç potencove i ftuari në Radio Shkup është zëvendës avokati i popullit Ylber Rufati. Zoti Ylber, mirë se erdhe në studio. Ju falenderit për ftesën dhe respekte për të gjithë nga Tirana, Prishtina dhe Malizi. Faleminderit. Mirëvet. Faleminderit Mehmet Ali, falenderojmë edhe një herë zotin Rufati. Ndërkohë, kolegu ynë Senat Gila në Podgoris ka përgatitur një kronik, ai ka biseduar për këtë temë me Fikret Lulanaj, një njohës të drejtave të njerëzit dhe në veçanti të pakicave në Malin e Zi. Kronikën e përgatitur në Podgoris do ta ndëgjojmë bashkë ka mesi këtij emisioni. Ndërsa do nisim diskutimin këtu në studion e Radio Kosovës me zëvendës avokatin e popullit Basri Kastratin. Zoti Kastrati, me që veç jeni avokati, zëvendës avokati i popullit, jeni i pari sepse ka diska zëvendës avokat, do të kisha dashur të flasim pak për rëndësinë e këtij institucioni dhe rolin që ka ai në shoqërinë kosovare. Kemi problem me zërin, dëgjohet një zë jo i zakonshëm. Atëherë po e kalojmë linjën, këtu kolegë në teknik më thonë të kalojmë linjën tek Tirana, ndërkohë që ne do të bëjmë përpjekje. Na fal zoti Kastrati. Jaho. Vijojmë bisedën këtu në Radio Tirana me Ben Andonin. Ben sot pra është një temë e prekshme për të gjithë qytetarët, siç e tha kolegja në Radio Kosova, Mirvete Uka, duke pas parasysh që dje 10 dhjetori ka qenë përvjetori i deklaratës universale të drejtave të njerëzit që është që në 1948, domethënë, e Kombeve Bashkuara. Pra, si është situata tek ne, domethënë, kush janë shtresat më të prekshme, më vulnerabël që kërkojnë edhe, si të thuash, një kujdes më të veçantë nga strukturat qoftë shtetërore, qoftë shoqëria civile, qoftë vetë qytetarët. Apo janë shumë probleme në fakt që mund t'i prekim, është legjislacioni, janë drejtat e grave fëmijëve, personave pra vulnerabël, janë gjithashtu drejtat e diversitetit shprehjes gjinore, që pati edhe shumë polemika ditë më parë. Ka gjitha ato realitete për afrimi legjislacionit për të mbritur tek Faleminderit. me
KN, me BN, me Europën e tjerë. E quaj si privilegj sot që qoftë kolegi e Kosovës dhe qoftë kolegu i Maqedonisë së Veriut kanë marrë përfaqësues të avokatit popullit, në fakt nga figurat më të larta, sepse janë të dy zëvendës avokat të popullit. Po, në fakt edhe ne bëm disa tratativa, por avokati i popullit ishte në një proces ditët e fundit edhe ditët e sotme dhe si duket kishin idenë sikur ne po i thrisnim për të folur për ato realitete kur tema ishte caktuar për tjetër gjë fare, domethënë. Atëherë unë po nis me një metaforë. Gjendja e të drejtave të njerëzit në Shqipëri është njësoj siç po veprohet për zgjedhjen e avokatit të popullit në Tiranë. Po ta keni parë, ka muaj që mandati avokatit popullit ka munguar dhe vendosja avokatit popullit, që është procedura më normale, më e thjeshtë sepse i takon opozitës, në ditët e fundit ka kaluar një paradoks që tregon çfarë rëndësie ka për Shqipërinë respektimi i një institucioni të tillë. Tani do hidhem direkt në temën tuaj. Po. Është e vërtetë që Shqipëria ka një strukturë legale, kushtetuese për sa i përket mbrojtjes së drejtave të njerëzit nga më modernat në Europë, për shkak sepse ne në formë paradoksale kemi filluar që traktatet ndërkombëtare, obligimet ndërkombëtare të marrim pjesë, të kushtëzohemi, të pranojmë, të firmosim në parlamentin ton, të marrin jetë mbas vitit 90, momenti kur Shqipëria kalon në një regjim ekonomik social tjetër. Po. Paradoksi i madh është që brenda kësaj strukture, gjithmonë zyrtarët shqiptar nuk kanë marrë parasysh antropologjinë e individit shqiptar, dhe kjo na ka ndodhur dhe me reformën e drejtësi për ligjin e drejtësi që u votua me 140 vota, ashtu na ka ndodhur dhe me të drejtat, me mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Sot kemi kryetarin e ri të SPAK-ut, Po, kjo nuk ka lidhje me ne. Kjo nuk ka lidhje me ne, me çështjen tonë. Jo. Dhe po ju them tash në momentin që ne po flasim, ne kemi 3 struktura në Shqipëri. Struktura parë është dokumenti themeltar, kushtetuta. Kushtetuta i mbron pakicat, kushtetuta mbron art. Shqipëria është nga vendet ballkanike, e cila madje edhe në formë të tepruar u ka dhënë të drejta minoriteteve të jashtëzakonshme. Dhe për shkak ne shumë se sa u takon. Për ne, po në disa momente janë te kaluar, dhe t'ju them për shkak një element, akoma sot në territorin shqiptar bëhet debat shumë i madh për strukturën e minoritetit të Maqedonisë së Veriut me atë bullgare. Në kohën e mbretit Zog, ky minoritet është quajtur minoritet bullgar, ndërsa më vonë minoritet maqedonas, ndërsa tani që po flasim, minoriteti bullgar e ka te kaluar atë të Maqedonisë së Veriut. Dhe kjo është një nga përplasjet më të mëdha ndërmjet për zonën e pushtetit. Dy vendeve. Jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Është shumë e komplikuar sepse shtrihet edhe brenda kështu. Prandaj kërkojnë pasaporta. Jo, ato janë bërë po. Ajo është një proces më përpara, për shkak se Bullgaria u integrua në kështu. Struktura e dytë e Shqipërisë është avokati i popullit. Dhe mua më erdhi keq që ju nuk keni gjetur mundësinë që të vinte përfaqësuesi shqiptar t'ia shpjegonit më mirë. Avokati i popullit kene është institucioni. Ishte debat në kuvend sot, për debatën e popullit ishin të përfshirë në një situatë. Vetë avokati nuk ka lidhje me zgjedhjes, ka mbaruar, të lutemi ka mbaruar mandati. Dhe pozicioni dytë i strukturës shtetit shqiptar është ombudsmani. Për fatin e keq, ombudsmani ka rol krejtësisht honorific. Ankesat që bën ai kalon gati në formë të papërfillshme etj. Dhe struktura e tretë është komisioneri i diskriminimit. Neve kemi një strukturë të tillë, zakonisht individ të ndryshëm kanë filluar ta mirëkuptojnë që të bëjnë ankesa atje dhe ai mundohet të ndjeki, por në përgjithësi ne si popull kemi mangësi të mëdha për sa i përket qasjes ligjore dhe ka gjithmonë më pak individ që kanë filluar ta kuptojnë që është dhe kjo instancë, është instancë e cila i ndjek shqetësimet publike dhe sidomos të individëve nga minoritetet ose të paktën nga grupet e marginalizuara. Këto janë 3 grupet kryesore, por shqetësimi më i madh për vendin tonë
dhe këtë dua ta ndaj edhe me kolegët e vendeve të tjera, është që implementimi i ligjeve që kanë lidhje me të drejtat e njeriut lë jashtëzakonisht shumë për të dëshiruar. Neve jemi një popull, dhe këtë më vjen keq ta them, që qoftë në emisione televizive, qoftë në debate televizive, qoftë në formate televizive, diskriminimin gati e kemi norm dhe ke shumë institucione ke ne që duhet ta parandalonin këtë. Për shembull është AMA, që është institucione e cila duhet të vëzhgojë, është pothuajse krejtësisht inaktive. Ka një personel që me atë personel do me thënë ta kishte ushtria ishte gati të bënte një sulm, e kupton. Janë gati inaktiv. Ndërkohë që vetë individët që e bëjnë këtë nuk arrin ose nuk kapin konceptet reale të drejtave të njeriut. Nuk mund të bësh humor për shembull me fatkeqësi fizike, ose me probleme fizike, ose me probleme mentale, ose me probleme të ngjyrës e tjera. Këto këne janë krejtësisht normale, madje janë stereotipe të cilat vazhdimisht ushqen. Dhe ky është problemi më i madh i Shqipërisë. Dhe për të mos u marr kohë dhe kolegëve të tjerë, të cilët besoj do ofrojnë ekspertiza ligjore shumë të thukta, ka pasur 2 momente shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Ka qenë viti 1994, ka qenë koha kur shteti shqiptar, për shkak të afrimit të strukturës ligjore të tij me Bashkimin Evropian, ka qenë fillimet kur Shqipëria po kërkonte statusin kandidat, që e morëm shumë vite më vonë, do të përshtaste ligjin dhe për komunitetin e homoseksualëve. Dhe ishte gati detyrim që të miratonin një ligj në mbrojtje të tyre, sepse deri atëherë homoseksualizmi ke ne quhej vepër penale. Dhe besoni zoti Margjega që ligji me qëllim është lënë që të firmose dhe të kaloj në orët e vonat natës që publiku t'ishte mos ta dëgjonte dhe vetë deputetët e kanë firmosur pa dëshirën e tyre, po si të them të detyruar. Dhe gjëra të tilla ndodhen dhe tash për sa i përket një ligji i cili është akoma shumë problematik për pjesën e identifikimit të gjinive, që është besoj për vendet tona është jashtëzakonisht i avancuar, i cili ka kaluar në një formë as pak transparente me publikun dhe të themi sqaruese për publikun. Më shumë politika e kanalizoj për interesat e veta se sa realisht për atë që ky ligj do ndihmoj publikun shqiptar. Këtu po jap kohën për kolegët e tjerë. Do të përmendur edhe një rast i rënd, vrasja një gjyqtari në detyrë. Po, kjo nuk ka lidhje me të drejtat e njeriut. Kjo është jo me drejtat e njeriut, diçka më shumë. Okej, Ben, falenderoj shumë. Faleminderit juve. Nuk e di, mirë vete? Mendoj që e evituam problemin, si po dëgjohemi tani? Absolut, shumë mirë. Është mirë. Shumë. Na vjen keq për këto probleme, po ja që lidhja direkte i ka këto sfida edhe kur ke parasysh në një lidhje trekëndësh mes shteteve, sepse Malin e Zi e kemi në kronik. Si e kupton qytetari i Kosovës të drejtën e tij apo mundësinë e tij për të paraqitur te avokati i popullit për t'i adresuar problemet që ka? A ka besim, a ka vetë iniciativë? Po. Faleminderit shumë për pyetjen. Besoj që kolegët, unë nuk arrita t'i përshëndes se ishte fillimi, ata u kyçën më vonë, pastaj unë kisha një shkputje. Përshëndes të gjithë kolegët e mi, Ylberin nga Maqedonia e Veriut, të cilën edhe njihem personalisht, po edhe gjithë kolegët në Tiranë dhe në Podgoricë. Isha duke thënë se ne këtë vit kishim vitin jubilar, 25 vjetorin e themelimit të institucionit dhe kishim një konferencë ndërkombëtare që i përkiste sfidave globale në raport me drejtat e njeriut, ndryshimet të cilat po na vijnë dhe sa ndikojnë në të drejtat e njeriut. Normalisht që edhe dje jo me të drejtat se këtë 10 dhjetori dita e deklaratës universale për drejtat e njeriut, po ashtu si institucion i organizuam një tryezë të rrumbullakët me shoqërinë civile, ku ishin të ftuar edhe institucionet Ministria e Shëndetësisë dhe Ministritë përkatëse që kishin të bënin me shëndetin mendor të personave mbi moshën 65 vjeçare, do të thonë trajtimi i tyre sa po ofrohet mundësi nga shteti e me theks të veçantë 2 smundje që janë të pleqërisë, domethënë Alzheimer dhe demenca, që për fat të keq kishim më disa familjarë që kishin vështirësi, po rastet të shpeshta dhe vështirësi në trajtimin e këtyre rasteve. Sipas asaj që ju tani më pyetet, domethënë normalisht që qytetari ka shumë të lehtë qasjen në institucionin e avokatit të popullit, duke parë në këtë vit ndoshta
që ka qenë në Kosovë viti zgjedhor, më thonë shumë zgjedhje, ndoshta kemi qenë. Për herë të katërt do shkojmë. Po, ndoshta kemi qenë institucione që mas shumti kemi pas takime me qytetarët, kemi pas në kuptim të mbrojtjes lirive dhe drejtave të njeriut dhe numri i rasteve ndoshta si për çudi për këtë vit për shkak që ne kemi qenë vazhdimisht aktiv edhe avokati edhe gjithë komplet stafi i institucionit në takimin e fundit që ne kishim me 8 dhjetor, më thonë ishte diku 1653 raste, që është për 200 raste më shumë se viti para pak, më thonë 1410 kanë qenë vitin e kaluar, që ende nuk është mbyll ke vet. Kjo rritja numrit të rasteve nuk do të thotë se është rritur numri i problemeve, por është rritur numri i njohurisë mbasi të qytetarit për të adresuar dhe besueshmërisë, për të adresuar problemin që kanë. Njëjtën kohë edhe i besueshmërisë. Normalisht që avokati i popullit është institucion i pavarur kushtetues, i përcaktuar në 132 kushtetutës dhe mandati i institucionit avokatit popullit ka disa mandate, më thonë ushtron disa kompetenca. Mandatin për mbrojtjen e drejtave të njeriut, mandatin e tij për si organ i barazisë, njëjtën kohë edhe për mbikëqyrje, por edhe për mbrojtje e drejtave të njeriut, mandatin si organ i barazisë, por edhe në njëjtën kohë si mekanizëm shërben për parandalimin e torturës. Me thonë, në kuadër të institucionit është një mekanizëm, një departament i veçantë që monitoron të gjitha qendrat e ndalimit, burgjet, qendrat e shëndetit mendor, shtëpit me bazë në komunitet, dhe po ashtu avokati i popullit ka edhe një mandat tjetër, përveç tjerash është i autorizuar si palë për me referu çështjen e gjykatën kushtetuese dhe vetëm që këtë kompetencë ka përdorur disa herë. Thonë, në këtë drejtim gjithmonë qasja qytetare më thonë është e lehtë në gjitha zyret regionale, ne kemi zyre edhe në Graçanis përveç 7 qendra regionale, kemi edhe në pjesën veriore të Mitrovicës dhe qytetarët mund të kontaktojnë gjitha zyret regionale apo mund të dërgojnë edhe përmes emailës elektronike. Më thonë, mundësinë e qasjes e kanë të lehtë, ose të vinë në zyre qendrore, ose të shkojnë në zyret regionale, por mund të dërgojnë edhe kërkesë përmes emailës zyrtare, mandej një prej këshilltarëve. Kemi një kushtetues shumë liberale, po ashtu edhe ligje që derivojnë nga ajo, por tani ju më shumë keni kontaktin, si do të them, ose adresimet e qytetarëve kanë të bëjnë me atë shkeljen e të drejtave nga ana vet institucioneve. Dhe si qëndron në raporti juaj me këto institucione, sa merren parasysh? Kemi parasysh faktin që ndonjëherë edhe vendimet e gjykatave nuk respektohen, as më tepër ju që nuk keni ndonjë mekanizëm të veçantë që e detyron institucionin për të respektuar. Si qëndron ky raport dhe çfarë janë sfidat e avokatit të popullit? Normalisht në punën tonë ka sfida të ndryshme. Ju e përmendet me shumë të drejtë, unë edhe në temën time të doktoraturës e kam pas avokatin e popullit Kosovë 2009-2020, raportet krahasimore dhe në literaturë haset se puna avokatit është një tigër pa dhëmb. Më thonë, jep rekomandime, po nuk ka fuqi ekzekutive. Tani në rastin e Kosovës si është çështja në praktikë, si qëndroni këtu? Në aspektin praktik mendoj që avokati i popullit në Kosovë qëndron më mirë se avokatët tjerë në rajon për shkak të kompetencave dhe përgjegjësive që ka më të zgjeruara që ka dhënë kushtetuesa, po ashtu edhe ligji i avokatit të popullit. Në për vite ka lëvizje, domethënë në zbatim të rekomandimeve. Mirë, po numri më i madh prapë mbetet i kërkesave për zvarritje të procedurave në gjykata, domethënë që është një prej sfidave me vite, më thonë, po ka... Sidomos të rastet e çështjeve civile, po edhe penale. Po, edhe penale. Civilet zvarriten jashtëzakonisht. Jashtëzakonisht, më thonë, gjithmonë ne dërgojmë raportet me rekomandime gjykatës për ta trajtuar, edhe sipas legjislacionit vendor, por edhe sipas konvenave evropiane të drejtave të njeriut, vendime e gjykatës evropiane të drejtave të njeriut, që gjykimi në kohë të arsyeshme dhe të drejtë jetë ashtu siç e parashojnë edhe legjislacionit. Po ashtu breni progres në drejtim të zbatimit të rekomandimeve që i jepni ju tek institucionet? Po, ka lohatje nga vitin e vet, ka në disa raste ka ngritje të zbatimit të rekomandimeve, domethënë në 2-3 vite ka pas ngritje të rekomandimeve, ndoshta një mos zbatim jo i duhur në nivelin komunal, por në nivelin qendror ka qenë më i madh. Zakonisht kjo luhat, varësisht prej zhvillimeve që janë
tash nuk mund të presim zbatim të rekomandimeve të tilla në këtë vit kur ka qenë vet zgjedhor, domethënë shumica e ministrive kanë qenë me ushtrues detyre, por megjithatë ka një respektuar as vendimet e Gjykatës Supreme. Po megjithatë ka një nëse mund të themi ka një zbatim të ajo që mund ta them më shumë. Cila është forma e reagimit tuaj kur rekomandimet tuaja nuk përfillen nga institucionet? Keni ndonjë formë të veçantë? Normalisht ne ja u rikujtojmë, domethënë gjithmonë i dërgojmë edhe një letër rikujtuese për shkak që ne kemi dërguar këto rekomandime dhe lutem të kthejmë përgjigje. Ajo çfarë do të them që kemi përgjigje në shumicën e rasteve nga institucionet, do të thonë marrim përgjigje edhe nga ministritë, edhe nga niveli qendror, edhe nga niveli lokal, brenda afateve të para. Mirë, po nganjëherë jo gjithmonë rekomandimet tona varen nga instancat për shembull të caktuara. Në ministri do të varen nga niveli qendror për zbatimin e ndonjë rekomandimi, por megjithatë ka një komunikim besoj që pak më të shëndosh në kuptim të asaj të realizimit, por jo gjithmonë ato realizohen sipas asaj dinamikës që ne dëshirojmë, edhe siç dëshiron avokati i popullit dhe të jenë të drejtat dhe liritë e njerëzit të respektuara. Faleminderit tani për tani dhe do të kalojmë linjën në Shkup që të japim fjalën edhe zëvendës avokatit të popullit atje dhe pastaj pas kronikës do kthehemi në Tiranë dhe përsëri kështu me radhë. Mehmet Ali? Po, faleminderit, mirëvete, do vazhdojmë këtu në Radio Shkup, si duket sfidat për drejtat e njeriut janë shumë dha, u tha një, si thosh, një nocion tigër pa dhëmbë, nga fakti se ndoshta nuk posedoni ingerenca ekzekutive, megjithatë roli ombudspersonit në një shoqëri demokratike është i madh. Sfidat janë shumëta, nëse nisim nga si thua paradigma filozofike, drejtat fitohen, nuk jepen, sa janë koshient qytetarët për drejtat e tyre dhe në cilat sfera janë kërkesat më të mëdha drejtuar deri te ju. Ne fatkeqësisht nuk kemi pasur shumë mundësi, i gjet Mehmeti kur ka qenë avokat populli, kemi bërë një intervistë dhe prej atëherës drejtat e njerëzit edhe një herë kemi debatuar. Jeni rrallë këtu dhe duam të shfrytëzojmë maksimum. Duam shumë pyetje tu, megjithatë nisni cilat janë problemet më reale me cilat ballafaqoni për momentin, si duket ngjashme në Kosovë dhe në Shqipëri, ende nuk e kemi avokatin e popullit në Maqedoni. Faleminderit për ftesën një, Mehmet Ali, dhe respekti për të gjithë. Problemet në Maqedoni janë edhe më të shumta se në Shqipëri edhe në Kosovë. Ndonse në fillim gjatë manifestimit të 25 vjetorit në Kosovë, ku unë isha prezent dhe bastru ishte një konferencë ndërkombëtare, gjatë bisedimeve me kolegët të ndryshëm nga Slovenia, Kosova, Shqipëria, Malizi, Bosna, po edhe vendet nga Europa, u paraqit problemi se në Republikën e Maqedonisë Veriut, edhe pse jam i autorizuar gati se 5-6 muaj si avokat i popullit, por ndërkohë që funksioni im është si zëvendës i avokatit popullit në Republikën e Maqedonisë Veriut, u pa se në shtetet e tjera ballkanike ndonse ka një vakum në zgjedhjen e avokatit popullit. Nga pjesa tjetër është e rregulluar shumë mirë funksionimi ligjor te pjesa e tyre që deri në zgjedhjen e një avokatit popullit të vazhdojnë ose avokati i cili ka ushtruar detyrën e avokatit popullit ose njëri nga zëvendësit. Në rastin konkret në Republikën e Maqedonisë Veriut ka një hendek ligjor, të cilën ne kemi paraqitur para 2 vite në parlament, është lexuar nga komisione 2 herë dhe ka ngecur në parlament shkaqeve të ndryshme politike nga deputetët, siç dihet. Dhe kjo ka sjell një pengesë të madhe jo në funksionimin, mirë po në menaxhimin institucional. Shkakut se edhe me buxhetin e fundit për vitin 2026, avokati i popullit me keqardhje i është shkurtuar buxheti 30%. Dhe në pjesën ligjore, sa i takon avokatit popullit në Republikën e Maqedonisë Veriut, nuk është i rregulluar si në Kosovë, Shqipëri apo në vendet e tjera ballkanike. Shprastina ligjore ka sjellur edhe në pjesën e sistemimeve të ndryshme të cilat janë në kuadër të avokatit popullit, nga
se është lërë një pjesë që ne kërkesën dhe pëlqimin duhet ta marrim nga Ministria e Financave dhe jo nga Parlamenti, ndërkohë që institucioni avokatit i popullit është një ndër institucionet më të rëndësishme, dhe të pavarura, dhe ligjet dhe aprovimet apo zgjedhjet janë direkt nga Parlamenti, kurse pjesa tjetër ligjore është që ne kërkesat i bojnë Ministrinë e Financave, ku kemi probleme edhe për mjetet, për qirahjat dhe administrimin e rregullt. Është paradoks në vete, ju duhet të kërkoni drejtat e tuaja. Sa janë kushient qytetarët në drejtën e tyre? Sa ju luftoni, domethënë, për sa i tokon në pjesën e përfaqësimit të qytetarëve nga avokati i popullit, është në rritje respektimi. Mirë po, nga ana tjetër, shkaku të problemeve brenda vitit 2025 ka ra interesimi dhe parashtresat. Përderisa vitin 2024 e përcollëm me 3200 parashtresa, 2025-ën jemi nga fundi e kemi parafërsisht 2600 parashtresa. Qytetarët e ndjejnë të vetin, se është dera e fundit ku qytetari mund të gjenë drejtësinë dhe ta kërkojnë drejtësinë, por kemi edhe probleme dhe pengesa të ndryshme ku qytetarët kanë edhe frikë të paraqesin parashtresë. Faturat e mëdha të vënës. Fakturat përmbaruesi ishte një nga çështjet më të rënda në periudhën kohore 10 vjeçare, ku avokati, me insistim të avokatit popullit, sollom një ligj i cili tash qytetarët janë më të lirë, mirë po obligimet, edhe pse gjyqi kushtetues një pjesë të ligjit e refuzoi, por pjesa tjetër që ka të bëjë me masën themelore të borxhit dhe masën kërkimore që e parashtron përmbaruesi për shkaqe administrative. Ndërkohë që para propozimit ligjit nga avokati i popullit, ju e dini shumë mirë se qytetarët ballafaqoheshin edhe për një fakturë rrymës elektrike 10.000 denar, ata mund kalonjen deri në 5.000 euro. Po. Me taksa shtesë. Vërtet viteve të fundit përpara se më ardh kjo garniturë qeveritare, ka pasur si thua probleme të mëdha qytetarët me gjyqin, ka pasur raste të montuara politike, si është gjetur në ato momente ombudspersoni? Ashtu si që përmendi edhe kolegu im Basriu, ne edhe pse në pjesën e gjyqësorit kemi një pengesë të vogël. Thjesht ne paraqitemi si mitësi të gjyqësorit dhe nuk kemi në asnjë mënyrë ingerenca shtesë të bëjmë mbikëqyrje, të kërkojmë diçka që është në krahasim me ekzekutivin edhe pjesën e tjera institucionale, administrative dhe publike. Te gjyqësori kemi vetëm një paraqitje mitësore dhe mbetet me aq. Vetëm një informacion që duhet tua përcjellim pares dhe ndërhym me udhëzime dhe rekomandime në pjesën e afatit ligjor të cilët gjyqi duhet të bëjë një vendim për qytetarët. Pra vetëm në ato dy pjesë kemi të drejtë, por jo të përzihemi sa i takon gjyqësorit. Rastet të cilat ju i përmenden, kemi edhe rastin më konkret tash edhe për pjesën e Koçanit, ku unë kam qenë pjesë përbërëse e komisionit, dhe sot ja edhe përgatita para se të kyqem në emisionin e juaj, paraqita edhe raportin, por edhe rekomandimet të cilat duhet t'i merrte ose duhet t'i merr komisioni parlamentar për çështjen e Koçanit. Pasi kemi edhe 2-3 raste më herët dhe komisionet në kohën e aty në 2 rasteve është thirrur brenda një muaji, kurse tash qytetarët janë të indignuar dhe të revoltuar pa mas edhe ndaj komisionit, edhe ndaj qeverisë, por edhe ndaj përfaqësuesve të popullit, parlamentin, ku nuk janë të thirrur 9 muaj. Dhe vuajtjet e atyne vazhdojnë edhe ala. Edhe dje kishte tentativë që të minohet procesin në kuadër të komisionit parlamentar dhe të vazhdohet në një afat të papërcaktuar.
me insistimin edhe të qytetarëve, të prindve dhe vëllezërve të rastit konkret në Koçan, por edhe me insistimin personal të imin, i cili isha kyç direkt pasi kishje thirrje nga pjesa e deputetëve të cilët ishin të interesuar me rolin e avokatit të popullit për rastin në fjalë Koçani, ne bëm që komisionit vazhdojmë punën dhe një farë mënyre tu afrohet prindve, familjarëve dhe qytetarëve të interesuar informacione konkrete. Edhe pse komisioni është vënuar për shkak se është filluar procesi gjyqësor. Dhe në një rast të tillë komisionet nuk kanë më vlerë. Do vazhdojmë me pjesën e dytë për faktin që Beni do të lë studion në Tiranë, që kemi më shumë minuta pjesën e dytë. Jao? Po, me Medalin. Jaho? Ndoshta është momenti për ta transmetuar kronikën apo nëse ka kohë Beni. Po, ka edhe pak kohë atë po transmetojmë kronikën. Të ndjekim kronikën e Malezisë. Do kalojmë pastaj me një herë tek ju që t'i japim kohë Benit. Po, faleminderit. E ndjekim atë kronikën e përgatitur nga Senat Gila në bashkëbisedim me Fikret Lulana, një njohës i të drejtave e sidomos i të drejtave të pakicave në Malin e Zi. Të nderuar kolegë, të nderuar dëgjues kudo që ndodhet, ju përshëndesim nga studio e Radio Malit të Zi, ku sot në ditën e deklaratës për të drejtat e njeriut kemi temën të drejtat e njeriut, por unë me bashkëbiseduesin tim më shumë do të përqendrohem në respektimin e të drejtave të pakicave. Pra siç edhe paralajmërohet ju në Radion e Malit të Zi, kam të ftuar më mirë se njohësin e kësaj çështje, ish funksionarin në qeverinë e Malit të Zi në Ministrinë për të drejtat e njeriut dhe të pakicave nacionale, zotri Fikret Lulanaj, të cilin e falenderoj për përgjigjen pozitive që të jetë pjesë e emisionit Pa Kufi. Fillimisht zotri Lulanaj do ta pyesim si vlerëson përpjekjet e institucioneve shtetërore të Malit të Zi në garantimin e respektimit të drejtave themelore të njeriut dhe cilat janë sfidat më të mëdha që ende mbeten në këtë drejtim. Për fillim, përshëndes të gjithë dëgjuesit e programeve në Prishtinë, Tiranë dhe juve në Podgoricë, po ashtu përshëndes të gjithë ata që punojnë për të mirën e kombit, qoftë në një mënyrë apo në një tjetër. Programi juaj i bashkë me Kosovën dhe Shqipërinë mendoj se është shumë i qelluar. Sa për pyetjen e parë dëshiroj t'ju njoftoj se në Malin e Zi të drejtat e pakicave, qofshin ato kombëtare apo pakicat të tjera, janë të garantuara me kushtetut të Malit të Zi dhe me ligjet përkatëse. Sa u përket të drejtave të pakicave kombëtare në Malin e Zi, dy ligje janë themelore për zbatimin e të drejtave të tyre. Është ligji për të drejtat e popujve pakic dhe ligji për përdorimin e simboleve kombëtare. Përveç tyre, Ministria për të drejtat e njeriut dhe popujve pakic çdo 5 vite sjell një strategji ku përbëhen të gjitha të drejtat e pakicave në Malin e Zi. Po ashtu dëshiroj t'ju informoj se Mali i Zi është ndër shtetet më të mira për realizimin e të drejtave të njeriut. Pra, ligjet dhe kushtetuta e Malit të Zi sjell të drejta specifike, të cilat kontribuojnë në ruajtjen dhe avancimin e të drejtave të popujve pakic. Po ashtu edhe pakicat tjera, jo vetëm kombëtare, në Malin e Zi kanë të drejtat e veta dhe ligji kryesor për zbatimin e të drejtave është ligji kundër diskriminimit. Çfarë progresi real është bërë në vitet e fundit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të popujve pakic, veçanërisht në fushat e arsimit, përfaqësimit politik dhe përdorimit të gjuhës? Progreset kryesore në fushën e ruajtjes të drejtave të pakicave kombëtare shifen në dokumentet të cilat Mali i Zi ka nënshkruar me Unionin Evropian dhe me institucionet tjera evropiane dhe botërore. Domethënë, legjislativa e Malit të Zi i është nënshtruar kërkesave të legjislativës evropiane. Pakicat kombëtare në Malin e Zi në aspektin juridik i kanë të drejtat të caktuara për ruajtjen dhe avancimin e kulturës, traditës, historisë dhe arsimit. Mirëpo, nuk duhet harruar se këto të drejta duhen të zbatohen edhe në jetën praktike. Këtu ka fush veprimi
përdorimi që ato të ngritën në nivelin më të lartë. Duhet se kurse në Maltezi është i lejuar për shembull përdorimi i gjuhës anëtarët e popujve pakic në ato komuna ku pakicat e bëjnë një pjesë të dallueshme të popullsisë apo janë shumic në atë komunë. Ashtu duhet çeket se është i lejuar përdorimi i simboleve kombëtare. Këto simbole kombëtare i zyrtarizon Këshilli Nacional i pakicës konkrete. Si mund të përmirësohet me të bashkëpunimi mes qeverisë, institucioneve të pavarura dhe organizatave të shoqërisë civile për të siguruar që të drejtat e pakicave të respektohen plotësisht edhe në praktik, jo vetëm në dokumente zyrtare. Zbatimi i drejtave të pakicave në Maltezi mund të themi se është në një nivel të lakmoshëm. Sigurisht se ka fush veprimi për të avancuar edhe më shumë. Përqendrimi kryesor duhet të përqendrohet, posaçërisht duhet ta përqendrojë aspekti politik nacional shqiptar në Maltezi, në ngritjen e të mirave të tjera në fushën e arsimit, ruajtjes së kulturës dhe ruajtjes së gjuhës anëtare. Një rol të rëndësishëm duhet të kenë dhe kanë vetë qeveriset lokale ku shqiptarët bëjnë shumicën ose një pjesë dërmuese të popullsisë. Në Maltezi, shqiptarët janë të përfshirë në komunën e Ulqinit si popull shumic në komunën e Tuzit, kurse si popull pakic në një numër mbi 5% janë në komunën e Rozhajës, në komunën e Plavës, në komunën e Gucis dhe në komunën e Tivarit. Domethënë, mendimi personal është se aspekti politik shqiptar duhet të ketë një angazhim më të madh dhe më konstruktiv në arritjen e të drejtave dhe ruajtjen e të drejtave të pakicave, konkretisht të shqiptarëve në Maltezi. Me sa e di, aktual është tash ndryshimi i ligjit për pakica, ku faktori kombëtar në Maltezi ka mundësinë që të shprehë opinionet e veta në mënyrë që kultura e trashëguar ndërshekuj në ne të jetë e ruajtur dhe e garantuar edhe në këtë shtet. Është fakt se Malezi është në rrugën e duhur dhe me avancimin e të drejtave të pakicave, dyert e Unionit Evropian do të qëndrojnë edhe më të hapura për Malinezi dhe qytetarët e tyre. Të nderuarin Lulanaj, në fund dua vetëm ta falenderoj që ishte pjesë edhe ishte mysafir i emisionit ton të përbashkët të 4 serviseve publike shqiptare. Ju falenderoj juve që gjetët kohët që të bashkëbisedojmë për një temë mjaft interesante dhe një herë shfrytoj rastin të përshëndes në studio në Kosovë dhe Prishtinë. Gjithashtu dua të përshëndes të gjithë dëgjuesit e Radio Televizionit të Maltezi. Ju falenderoj edhe një herë. Të nderuar koleg, ishte kjo kronika nga Radio Maltezi. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju dëshiroj punë të mbar. Nga Podgorica për Pakufi, Senat Gilej. Po, falenderojmë Senat Gilen, kolegon tonë në Podgoricë, për bisedën dhe kronikën e përgatitur. Ja, do të vazhdoni ju. Po, faleminderit mirëvete, faleminderit koleg. Vazhdojmë bisedën këtu me Ben Andoni në Radio Tirana, Ben për ta përmbyllur këtë temë, domethënë këtu në studio e Radio Tiranës. Si është realiteti i drejtave të njerëzit në vendin tonë? Po, marrë në përgjithësi, jo me shumë detaje edhe për arsye të kohës. Jo vetëm për efekt kohës, që unë ju mirë kuptoj shumë për mundësinë që më dhatë, po edhe për respektin e dy kolegëve në Prishtinë dhe në Shkup për njohurit dhe mbi gjitha për të themi skemën se si e shpjegojnë pjesën e të drejtave të njerëzit në vendet respektive. Unë do të them disa pika. Shqipëria ka probleme shumë të mëdha për shkak të implementimit të dobët të ligjit dhe mbi gjitha mekanizmat të cilat duhet të frenojnë shkeljen e të drejtave të njerëzit në vendin tonë. Këto janë të tilla sa që në shumë momente individët nuk arrin ta kuptojnë që ka mekanizma në mbrojtje të tyre apo jo. Kemi pastaj mungesën reale të dënimeve, të penalizimeve ndaj zyrtarëve që i kryejnë gjëra të tilla, abuzimet, të cilat sidomos tash në mandatin e 3 dhe të 4 zotit Rama kanë qenë shumë të theksuara. Dhe sistemi jonë gjyqësor, me vonesat, me zvaritjet, me mungesën e përgjegjësisë, ka bërë që jo vetëm të shkelen të drejtë, pas të merren parasysh të drejtat. Një pjesë tjetër është me këtë është lidhur po. Një
Tjetër element është korrupsioni shumë i madh i sistemit tek ne. Më vjen keq se edhe mbas strukturës së vettingut te ne korrupsioni ngelet jashtëzakonisht i madh dhe sidomos jo vetëm në institucionet e drejtësisë, po edhe në institucionet e bashkive dhe në të gjithë sistemin tjetër. Kemi pastaj të dukshme, atë që u thash dhe në pjesën e parë, diskriminimin e grupeve vulnerabël tek ne. Pjesa rome dhe pjesa egyptiane ke ne, jo vetëm jo thjesht dhuna, por ata në çdo moment komunitetet përballen me sfida shumë të mëdha. E para ka një pargjykim të jashtëzakonshëm për punësimin e tyre, për edukimin e tyre dhe të tjera. Dhe kësaj shtohet edhe një problem shumë i madh i komunitetit tonë, liria e shprehjes në media. Si është kolegët tanë realisht është sepse në një pjesë të madhe të emisioneve, thjesht për efekt të klikimeve, shumë njerëz nuk arrin të kuptojnë dot kufizimet që kanë për sa i përket qasjes së problematikës së të drejtave të njerëzit, ose si ata mund ta ndihmojnë një debat të shëndetshëm për sa i përket njohjes së të drejtave të njerëzit. Dhe ka keq përdorime shumë të individit, domethënë për të përfituar. Dhe një pikë tjetër, unë besoj që kjo është edhe në Prishtinë dhe në Shkup, po edhe në Malnezi, është dhuna shumë e madhe familjare dhe sidomos pabarazit e gjinore. T'ju them një element, ka një statistikë që është gati e frikshme në Shqipëri të grave të cilat kanë masa sigurie dhe për shkak të neglizhencave që kanë ndodhur në vitet e fundit, kemi vrasje të grave në vendin tonë. Dhe ky faktor është bërë kaq i madh për shkak sepse institucionet në parësi nuk arrin ta kuptojnë që masa e sigurisë edhe duhet vrojtuar her mbas here. Jo vetëm dhe nga ana tjetër, dhe nga ana tjetër dhe aq. Nga ana tjetër, strukturat sociale që duhet ta ndihmojnë pjesën e kësaj. Dhe një element ndoshta të fundit është siguria dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzve të cilët janë të paraburgosur dhe burgosur në vendin tonë. Statistikat e Shqipërisë janë nga statistikat më të mëdha, ju kërkoj ndjes për numrin e saktë të cilën nuk e di, por Shqipëria ka numrin më të madh të paraburgosurve. Kuptoj. Dhe nga ana tjetër, vazhdimisht shkelje të drejtave të atyre dhe një shqetësim shumë i madh publik, e dini cili është rrjedhja e vazhdueshme e informacionit nga organet e drejtësisë, të cilat i servirin publikut fashikuj të tërë nga dosjet në hetim dhe përpara se njerëzit të merren në gjykim, kalojnë në për një gjyq popullor. Njerëzve u është bërë një gjyq popullor i cili sjell në rrjetet sociale gjithandej, i cili përcjell reminiscencat e komunizmit, biles edhe në televizione. Po, dhe ky është një shqetësim shumë i madh. Unë këtu besoj, po e mbyll, besoj antropologjinë të gjithë këtij shqetësimi shumë të madh, dhe shpjegon shumë mirë kolegut e Shkupit dhe të Prishtinës. Ata janë edhe në detyrë, janë të dy janë zëvendëse avokat të popullit në vendet e tyre. Duhet t'ju them diçka dhe një kompliment për zonjën Myrvete që ka marrë këtë si çështje. Është vërtet një nga çështjet e cila e bën civilizimin shqiptar që akoma të tregoj problematika të mëdha dhe nga ana tjetër mënyrën se si ne mund të qasemi me integrimet europiane, që kemi një hapësirë pafund për të mbushur, që unë personalisht jam shumë skeptik. Po mentaliteti në radhë parë, mentaliteti është përpara legjislacionit. Atavizmat. Faleminderit Benandoni. Shumë faleminderit për kontributin sot në Pa Kufi. Si gjithmonë, jeni mi pritur sa herë na vini, jeni më se i mirë se ardhur. Faleminderit shumë. Mua dhe do doja një ditë që t'isha në studion e Prishtinës të flisja. Po
Me kënaqësi kolegët e Prishtinës do t'ju ftoj. Zoti Andoni, me kënaqësi. Mund të jeni këtu mysafiri imi që të flasim në pak kufeti, të drejtohemi nga Prishtina. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Koleg, mirëvete. Atëherë do të vazhdojmë bisedën. Zoti Kastrati, nuk kemi shumë kohë, do të përpiqemi kështu t'i marrim gjërat më të përmbledhura, sepse janë problemet pak a shumë të njëjta dhe unë mendoj se i duhet shumë kohë kësaj shoqërie edhe për të vetëdijsuar, për të ngritur edhe mentalitetin dhe të mos varemi gjithmonë vetëm nga vendimet gjyqësore që sikur e thash edhe më herët edhe ato madje nuk respektohen. Cilat janë format e diskriminimit që më shpesh adresohen tek ju dhe cilat janë ato kategoritë e rrezikut, e riskut, se i themi që janë më të marginalizuar në shoqëri dhe që duhet të vazhdojnë të kërkojnë të drejtat edhe përmes institucionit tuaj? Në fakt, ne si institucion dje në kuadër të ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, domethënë deklaratës, kemi publikuar raportin e dytë se në kuadër të institucionit ekziston edhe Departamenti për mbrojtje nga diskriminimi. Është publikuar raporti i dytë pikërisht për zbatimin e ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Edhe pse tek dje është bë publike raporti, domethënë unë para se të vija në studio normalisht që e shfletova për me pa gjanat se çfarë në të vërtetë më shumë ka diskriminim në këtë aspekt. Mirë, po ajo që ka vrejet në këtë raport është që shumica institucioneve nuk kanë evidenca të sakta kur ka ndodhur në raste të diskriminimit, domethënë në raste të tilla të diskriminimit, qoftë në gjykata, qoftë në prokurori, qoftë në ministri, edhe pyetja që është bërë në përpilim të këtij raporti është bërë a kanë të caktuar persona nëpër institucione që i mbrojnë diskriminim. Më thonë shumë. Cilat forma mund të evidentoni më shpesh, kështu që shihet se dominojnë? Në çështjet e punësimit, qoftë nga aspekti gjinor, qoftë nga forma të tjera, më thonë edhe në trajtimin jo të duhur, kem pas një rast që veç ka qenë publik edhe në gjykatë që ka fituar të drejtën një person me aftësi të kufizuar. Në shumicën e rasteve kur një individ e fiton të drejtën e tij, pastaj kjo është në favor të personave të tjerë që kanë të njëjtin problem. Po cilat janë kategoritë që atakohen më shpesh? Se sigurisht që edhe ju në këto raporte i bëni edhe këto gjëra. Normalisht kategoritë që janë më të ndihshme janë personat me aftësi të kufizuar, për komunitetet e ndryshme që jetojnë në Kosovë, por edhe në rastet e diskriminimit, më thonë edhe gjinit mund të jenë ato që për shkaqe të caktuara, mosha mund të jetë një kriter. Ne kem reaguar edhe në për raste të caktuara kur institucionet të caktuara kanë paraqitur si kriter moshën, më thonë për të qenë pjesë, edhe normalisht që këto janë shkelje. Ose përvojën e punë dhe ku të rinjit nuk kanë të bëjnë përvojë nëse institucionet nuk. Harrova për shkak të kohës shkurt të përmend se në kuadër të institucionit ekziston një departament për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve që është mjaft aktiv. Më thonë edhe në këtë vit ka bërë raporte të shumta ex officio apo sipas detyrës zyrtare që ka për obligim institucioni avokatit të popullit, ka bërë raportin në lidhje me dhunën në shkolla, që është ka qenë prezente mjaft kohët e fundit, ka bërë raport lidhje me peshën e çantave për fëmijët e klasave 1 deri në 5. Që po ndikon edhe në shëndetin e tyre. Që po ndikon edhe në shëndetin normalisht. Ai raport është bërë mbas një analize shumë të gjerë, më thonë tu i pas faktorët edhe shëndetësore dhe deformimet e boshtit kurrizor në zhvillim me gjëra të tjera, po ashtu edhe ka bërë një raport edhe për shëndetin mendor të fëmijëve, do të thonë se sa kanë qasje fëmijët në shkolla, edhe në familje, në trajtimet psikosociale. Prania e psikologëve në shkolla. Prania në shkolla. Dhe në shumë raste të tilla, më thonë vrem që ka mangësi të caktuara, por institucioni jonë, më thonë, e ka për obligim, bas çdo raporti të jap rekomandimet konkrete për secilën institucion, në mënyrë që ato të zbatohen dhe të vënë në pa, më thonë, ku ka shkelje të lirive dhe të drejtave të njeriut dhe të njëjtën kohë të bëjmë ato të dukshme. Por të rastet e diskriminimit pozitiv? Keni rastet e diskriminimit pozitiv? Kemi pasur rastet e befaturave
Ka dhe rastet e tilla, normalisht që natyra punës e institucionit avokatit popullit është e tillë që brenda ditës mund të vinë kërkesat të natyrës. Se ndonjëherë duke favorizuar një kategori mund të shkelen të drejtat e kategorisë tjetër dhe ky quhet diskriminim pozitiv. Po fakt. Ka raste të tilla, po jo aq të shpeshta. Jo të shpeshta. Si qëndroni me çështjen e respektimit apo të përmbushjes së standardeve të cilat kërkohen nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare që bëjnë monitorimin lidhur me të drejtat e njeriut si Amnesty International apo Human Rights Watch? Në raportin e fundit nga Amnesty International u cek mosmiratimi i ligjit për fertilizim të asistuar në institucione publike dhe mosmiratimi i kodit civil. Çfarë mund të na thoni? Në fakt sa i përket kodit civil, avokati i popullit ka dalë me një opinion. Domethënë është drejtu Ministrisë përkatëse. Domethënë ju e dini vetë situata ende është mbetur pezo, por ne si institucion kemi pas raport sa i përket kodit civil. Në raport me institucionin, unë besoj që institucioni avokatit, po jo besoj, po është ashtu që shumë organizata ndërkombëtare vendosin ndër institucionet më të besueshme jo vetëm në rajon, po edhe më të gjerë. Do thonë, institucioni ka arrit ta ruaj pavarësinë edhe funksionale dhe profesionale dhe gjatë kësaj kohe, domethënë ka dëshmuar që vërtet është institucion ku qytetarët mund të çojnë hallet dhe të drejtohen për të realizuar kërkesat e tyre të drejta. Dhe çfarë mund të na thoni për fundat të vazhdojmë të besojmë në atë se të drejtat tona mund të realizohen vetëm duke i adresuar te avokati i popullit, gjithnjë duke pasur parasysh që gjithnjë e më shumë po bie respekti ndaj institucioneve të shtetit, ndoshta edhe për shkak të mos zbatimit të vendimeve edhe gjyqësore dhe të një shembull jo i mirë që po na jepet ndonjëherë nga ata që janë të thirrur për të bërë respektimin e tyre. Në fakt, normalisht ne edhe sipas legjislacionit ne jemi të kufizuar kur qytetarët janë në shfrytëzim të mjeteve juridike, mjeteve të rregullta juridike. Do të thonë, ne orientojmë që ato të realizojnë këtë të drejta përmes mjeteve juridike, por kur këto nuk arrin të realizojnë, atëherë i drejtohen institucionit ton për të kërkuar ndihmë dhe normalisht që ndihma jo nuk mungon në këtë drejtim. Mirë, po ndoshta për shkak se ndoshta jem ka. Dhe për ta përmbyllur, po patjetër. Ndoshta jem ka fundi, unë besoj që do të ishte i mirë edhe një mesazh për të dhënë për gjithë ata që na ndëgjojnë qoftë në Prishtinë, qoftë në Shkop apo në Podgoricë dhe Shqipëri, që të drejtat e njeriut janë themeli mbi të cilën ndërtohet, domethënë edhe dinjiteti, edhe liria dhe barazia e secilit person. Andaj ato duhet të respektohen secili pa dallim moshe, feje, gjinie apo race dhe normalisht që të mbrojmë të drejtat e njeriut nuk është një privilegj, duhet ta ngrejmë zërin secili prej neve. Është nder për neve si institucion që të shërbejmë qytetarëve në mënyrë që zëri i tyre të shkojë në vendin e duhur. Do të thonë, pavarësisht të sfidave që hasemi, ne nuk ndalemi asnjëherë në realizimin e të drejtave të qytetarëve, të cilët kërkojnë ndihmë nga ne si institucion. Dhe të cilat mbase do duhet të nisnin të respektoheshin që në celulën e shoqërisë në familje. Patjetër, sigurisht që fillimi i respektimit parë do të jetë në familje, në shkollë. Sepse shkelja e parë bëhet në familje, në rrethin ku jetojmë, në rrethin ku punojmë dhe kështu me radhë. Dhe uroj që mos të kemi, domethënë, raste të tilla që vërtet që nga familja, stigmatizimi e gjëra të tjera, shkelja e të drejtave të ndodh, por të jetë ajo një mësim për të tjera që vërtet. Zoti Kasati, ju faleminderit shumë që ishe sot në emisionin Pa Kufi dhe minutat e mbetur me medali për ju. Faleminderit shumë për ftesën. Po, domethënë drejtat e njeriut mbase edhe ka shkurt i realizojmë një emision sepse u fol për dhunën, për diskriminim familje, drejtat e fëmijëve, gjithata janë pjesë, si thuaç, integrale e të drejtave të njeriut, sidomos e fëmijëve sepse nëpër shkollat tona në vend që të edukohen vërtet me ato dhunon, e kemi një sfidë permanente, por minutat e fundit do i shfrytëzojmë për ato problemën preta të diskriminimit që bëhet dhe që dhuna si të largohet nga shkolla, nga familja, nga këto sa më larg për tyme. Po, zëvendësa, avokat ju e keni fjalën. Faleminderit. Gjatë vitit ne ndërmorëm disa projekte dhe në vazhdim vazhdojmë të manifestojmë ditën ndërkombëtare e 10 vjetorit, pasi nesër kemi një konferencë me Kombet e Bashkuara dhe OSBE-n, pastaj jemi të kyçur edhe me organizatat jo qeveritare civil dhe me disa organizata të tjera të cilët e kemi në plan programin ton për ditën e 10 vjetorit, dita ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Për të eliminuar të gjithë pjesën diskriminuese, ashtu edhe si
e ceku edhe parafolsim kolegu im Basriu, ne ndërmorëm gjatë këtij viti disa ligjerata në për shkollat fillore dhe shkollat e mesme në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, ku përveç trajnimeve, informimet se me cilat të drejta kanë fëmijët, cilat të drejta duhet t'i shfrytëzojnë dhe si të ballafaqohen me diskriminimet e ndryshme gjatë arsimit edukativ arsimor, ndërkohë informuam të rinjt dhe të rejat se si të kenë qasje deri te informacionet të dinë sakse cila është e drejta e tyre. Dhe në pjesën e fundit, gjatë programeve deri te informacione? Sigurisht se ka, në qoftë se janë në konsultim me prindrit, por edhe me edukatorët. Se është pjesë shumë e rëndësishme që fëmijët duhet ta dinë. Dhe në fund ne përgatitëm edhe pyetësorët, se me cilat probleme ballafaqohen, ku paraqiten mungesat të ndryshme informacione, se si mund të paraqiten mënyra devijuese në shoqëri nga komunitetet e ndryshme, cilën çmojnë më shumë, cilën përçmojnë, a njihen me komunitetet e tjera, kanë bashkëpunim me komunitetet në kuadër të arsimit e kështu me radhë. Pasi ju e dini, ne mund të flasim për një memori të shumë diskriminuese, kur thjesht diskriminimi më i madh është se një pjesë e shoqërisë në Republikën e Maqedonisë Veriut nuk janë të kyçur as edhe në kushtetues, siç është rasti me pjesën e komunitetit egjiptian dhe normalisht edhe pjesën që e kemi si problem për asocim dhe antarësim në Europë me bullgarët. Dhe gjatë të gjithë projektit ton morëm një përgjigje ku të rinjt janë më të hapur ndaj fenomenet e ndryshme. Se diskriminimi mund të paraqitet edhe me gjatë fjalëve, gjatë mësimit, mirë po keq përdorimin e fjalëve dhe keq interpretimin e fjalëve të tyre. Dhe kur ne një shoqëri do ta avansojmë nga diskriminimi i madh bëhet në arsim me mobbingun, me etiketimin. Dhe pastaj normal, në për institucionet siç ju e dini, kemi raporte mujore, 3 mujore dhe një e çuditshme raportet Freedom House tregojnë se rriten me qindra gazetarë. Me qindra gazetarë në gjithë botën dhe por të njëjtat shkelje kemi edhe në Republikën e Maqedonisë, ndaj jush, persone edhe nga kolegëve juaj. Kështu që në pjesën e tillë ne filluam projektin me qëllim që të kemi një shoqëri të shëndosh dhe ndihmesa të cilën e morëm nga Bashkia Ndërkombëtare dhe jo nga shtetet dhe institucionet. E shihni edhe vetë se kemi shumë për diskutuar. Na keni borç një emision tjetër, zoti avokat. Faleminderit shumë. Po, mirë vetë. Atëherë na duhet ta lat shumë pak minuta. E kuptoj. Të gjithëve na u duk kështu dhe ne menduam se ishim pak minuta dhe kishim shumë për të folur dhe pak minuta të gjitha studiet njëkohësisht, por shpresojmë në emisione tjera në radio tona, jo vetëm në emisionin pa kufi patjetër. Ka shkurti dikund për të drejtat e fëmijëve të hapin. Në rregull, tani ta mbyllim këtë emision dhe do flasim pastaj. Kemi folur sot për të drejtat e njeriut, respektimin e këtyre të drejtave në shtetet tona, ndërkaq në studio tona ishin, në studion e Radio Kosovës Basri Kastrati, zëvendës avokati i popullit, në studion e Radio Tiranës Benan Doni, analist, në studion e Radio Shkupit Ylber Rufati, zëvendës avokati i popullit po ashtu, dhe në studion e Radios Malizi, Fikret Lulanaj, një njohës i të drejtave të komunitetit dhe pakicave në veçanti. Nga studia e Radio Kosovës ju flasun Mirvete Uka, në Tiranë është kolegu Jaumar Gjeka, në Shkup me Medali Jusufi, në Podgorica Senat Gila ju falënderit dhe juve kolegë të nderuar. Mirëmbeq. Dhe dëgjuesve tanë u themi miru dëgjofshim në emisionin ton javën tjetër.